Përshëndetje zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për pensionet. Në Shqipëri kemi rreth 700.000 pensionistë. Java e shkuar pati një strategji të qeverisë për të përcaktuar se do të përfitohej pensioni 13 çdo vit. Vendimi sillte edhe disa risi të tjera, indeksimi i diferencuar apo plani për rritjen e pensioneve në 5 vitet e ardhshme. E kemi biseduar shpesh herë në studio, por duke qenë një problematik dhe një shqetësim për të gjithë pensionistët në vendin tonë, do të flasim sërish mbi këtë temë. Kam të ftuar në studio specialistin për çështjen e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha, kënaqësi që ju kam studio. Në lidhje me Skype është ekonomistja Teuta Nunaj. Zonja Nunaj, ju përshëndes. Ju përshëndes dhe unë dhe falenderit për tesa. Po e nis nga lajmi që tërhoqi vëmendjen e pensionistëve dhe është pensioni i 13. Mund ta konsiderojmë lajm të mirë, po e nis me zonjën së pari. Zonja Nunaj? Në një periudhë afat shkurtër, do thohesh nuk kemi të bëjmë me një lajm të mirë për pensionistët, sepse nuk kemi një vendimarrje nga ana e qeverisë që do të ketë një pension të 13, por kemi të bëjmë me një strategji ku pensioni 13 shihet si nga treguesi që do të realizohet atë që një nga objektivat që ka strategjia që është promovimi i pavarësisë financiare për pensionistët. Në periudha fatgjatë mund të përbëj një lajm të mirë nëse qeveria do të vendosi që në të gjitha ato strukturë ndryshimesh në sistemin e pensioneve përfshirë dhe reformën e ardhshme, ta përfshirë në këtë rast dhe pensionin e 13. Ajo çka në analizën time ishte shumë e rëndësishme për këtë status si në jemi, janë pikërisht evidentimi i problematikave dhe i njëkohësisht realizimi ose të shpjeguar e disa që quhen ndryshe tregues si mund të shojnë në zgjidhjen e këtyre problematikave të pensionistëve. E kuptoj. E njëjta pyetje edhe për ju faktikisht. E kemi pasur ndonjëherë në pensionin e 13? Faktikisht kësa i thonë sikur. Sikur është mirë, sikur tjetë. Çështja shtrohet nëse do të jetë vërtet kështu. Po. Kryeministrit nuk i koston asgjë që ta nënshkruaj një gjë të tillë, pra ta hedhë në letër, dhe ta bëj të besueshme dhe të aksesueshme pastaj më vonë edhe nga administrata dhe nga atë përfituesit, në këtë rast të pensionistëve. Por këto 3 muajt e fundit, nëse i shohim ngjarjet njëra pas tjetrës, kemi disa si të thuash iniciativa ose të edhura mendime për qoftë portale, qoftë në televizoret të ndryshme, qoftë edhe në ambientet e administratës shtetërore në lidhje me ç'do të bëhet me pensionet. Udh ideja që Banka Botërore në fakt sipas alternativave që i shtrovi qeverisë i trojë vëmendjen për të ndryshuar këtë skemë që sot funksionon. Nëse do të jetë kështu siç është apo do të ketë ndryshime, kjo është tjetër gjë, por gjithmonë duhet të ishte në funksion të asaj që do të realizohen në dobi të qytetarëve, por edhe në dobi të forcimit të financave të sigurimeve shoqërore. Ajo që bën mua të mendoj është fakti që këtë shpresë qeveria e ka dhenë për vitet 2030, nuk ka edhur idenë që mund të filloj sot, por duhet unë po sjell disa fakte, sepse nuk është mirë që ne si specialistë të merremi me edhjen e mendimeve të tjerëve dhe të analizojmë ç'do të bëhet sipas atyre që thot njëri, kur mund mos jetë fare pas 3-4 vjetëve, ajo që e ka edhur këtë ide. Nëse do ta edh idenë dhe ta shkruaj, atëherë duhet flasim me shifra. Sot, në Shqipëri, janë mbi 120.000 qytetarë që marrin pensione në $100. Kjo është shqetësuese. Pra, pyetja shtrohet, si do bëhet me këta sot? Sepse në djenin time, dhe sipas statistikave të Institutit Sigurimeve Shoqërore, sot e gëzojnë pensionin mesatarisht çdo pensionist 14 vjet. Dhe këta e gëzojnë më shumë femrat se sa meshkut. Kjo edhe për shkak se femrat dalin më shpejt në pension, i bie që të gëzojnë pensionin më shumë, po edhe për shkak se erojnë më shumë, sipas statistikave të Instatit ose edhe të Institutit Sigurimeve Shoqërore. Pyetja shtrohet, pas 6 viteve,
se 2025 s'ka arritur akoma mezin e saj. Jemi në vazhdim të 2025, dhe në 2030 i bje që 40% e këtyre që marrin pension sot të mos jenë. Atëre, çfarë i thua ti këtyre pensionistëve sot që marrin këto pensione mizerabël, që do t'ja urit në 2030, 40% të këtyre ti s'ke shans që t'ja uritesh, sepse nuk do të ekzistojnë me. Atëre, pyetja shtrohet për mua si specialist, nëse ka strategji qeveria që sot të ketë, si thua, një mendim se si do t'i përballoj shpenzimet ky pensionist që ka këtë pension nën 200 euro, po themi nën 200.000 lek, ashtu siç pretendohej që një pjesë e partive që konkuruan në zgjedhjet e kaluara ti bënin pension 200 euro, edhe jo, është e pamjaftueshme. Po edhim dhe po themi që siç e kanë vendet e tjera nuk ka pension më të vogël se 50% të pagës minimale në shkallë vendi. Pra, si do t'ja uritesh këtyre? Nuk po themi thjesht me ato kontributet e sigurimeve shoqërore, se atë ka të pamundur, këtë kemi thënë edhe herë të tjera. Por, qeveria ka një detyrim tjetër, më të madh se Instituti i Sigurimeve Shoqërore, ajo përgjigjet për të gjitha shtresat e shoqërisë, sidomos për ata që nuk mund të ecin vetë, për t'i mbështetur invalidët, pensionistët, tetrabelgjikët, parabelgjikët, që janë këta të po themi të verbrit, nënat me shumë fëmijë, minatorët, si do të bësh me këta për t'i përgjigjur nevojave, jo kërkesave, tyre se kërkesat mbase mund t'jene më të mëdha. Nuk ka një strategji? Për mendimin tim, po t'ishte e shkruar do t'ishte aty. Fakti që edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar i vuri detyrë qeverisë shqiptare për ta nxjerrë këtë skemë, pra ajo që pretendohej që pensionistët të dalin në pension në moshën 67 vjet, kështu e pretendoj, atë që ka qenë e shkruar në ligjin 104/2014, po edhe në atë të mëparshmin që duke ushtuar nga 2 muaj për femrat, dhe pastaja kur të arrinin të dy gjinit që të barazoheshin me 65 vjet për dalë në pension, do të uriteshin të dyja gjinive dhe në moshën ata 67 vjet do të arrinin këta në vitin 2056. Ja kërkojmë që ta bëjmë më herë dhe për këtë janë hedhur letra në tavolin për të avancuar dhe për të shtuar këtë 2 muajshin për të bërë 4 muaj ose 5 muaj, kështu është në djenin time. Pra, mendon se do të shkojmë shumë shpejt tek rritja e moshës pensionit, atëre Fondi Monetar i Institutit Sigurimeve Shoqërore, Fondi i Sigurimeve Shoqërore të shteteve të Europës, do të mbështesin Shqipërinë me 20 deri 30% për të shtuar pensionet. Dhe kjo së gjë e keqe, sepse në fakt ata që do dalin... Do vim të kjo pikë, por për të ndalur pak me zonjën Unaj. Zonjën Unaj, strategjia e bonuseve ishte zgjidhje momentale, apo mendon se është strategji e qëndrueshme që ndiqet nga qeveria Rama, apo ndonjë qeveri tjetër në Evropë, dhe deri në 2030 çfarë do të ndodhë? Kjo që thot zoti Hoxha, do të kemi thjesht bonuse për të shkuar më pas tek pensioni 13? Unë realisht kam qenë një nga parët për të mos vendosur renditjen që e kam deklaruar nevojën për një pension 13 dhe njëkohësisht kam mbrojtur fort pensionet 13 nëse do merrej si bazë krahasimore pra kush do zgjidhej politika e pensionit 13 ose politika e bonuseve. Aktualisht ka një diferencim. Politika e bonuseve do të thotë që kemi të bëjmë një vullnet qeverie për t'i ofruar një ndihmë ekonomike, financiare pensioniste, pra të gjithë ata që janë përfitues të një pensioni, pavarësisht nëse është pension pleqërie, invaliditeti ose pension familjar. Dhe nga ana tjetër, në këtë rast kemi politikën e pensionit të 13. Ndryshimi është nëse miratohet me një vendim të Këshillit Ministrave politika e një pensioni 13, do thotë që ajo bëhet ligjore dhe bëhet detyrim për çdo vit për qeverinë për ta paguar siç paguan 12 muajt e tjerë të pensioneve. Dhe gjithmonë në këtë rast unë kam bërë diferencimin tek, prandaj vijojmë pjesën e analizës e pensionit 13, se duke qenë detyrim ligjor nuk e lë atë pensionistin në fund të vitit, që thot sa lek do m'japi qeveria sot dhe të ndodhe e njëjta histori siç ndodhi në 2024,
që u fol 4 muaj për pensionin, derisa u bë deklarimi se sa do jetë vlera e pension. Më falni, u fol 4 muaj për bonusin, derisa të jetë deklarimi se sa është bonusi. Dhe kjo e mban gjithmonë pensionistë të varur. Nëse do bëjmë një diferencim për sa i përket strategjisë aktuale, strategjia aktuale e pensionimit ose e moshimit në këtë rast si një ndryshe dhe term, trajton në tërësi të gjitha problematika që kanë pensionistët, përfshirë sociale, financiare, por edhe shëndetësore. Dhe nuk është një strategji e mirëfillt vetëm për sistemin e pensione ose vetëm për nevojat e tyre pensionistike. Dhe nga ana tjetër, kjo strategji në këtë rast si lidhet, të gjitha ato që janë deklaruar si ulje e taksave, si pensioni 13, janë disa tregues të cilët mund të na çojnë në realizimin e atij objektivi. Një nga objektivat që ka strategjia pikërisht të dhënë një pavarësi ekonomike dhe financiare këtyre pensionistëve. Por nuk do thotë që kjo strategji është e zbatueshme ose realizueshme në vitin e parë ose në vitin e fundit, pasi kohë zgjatë e planit veprimit është pikërisht 6 vjet. Nëse qeveria vijon me politikën e bonuseve, pikërisht është e kundërta e politikës së pensionit të 13, që do thotë nuk do një detyrim ligjor, që ta detyroj për të dhënë një vlerë pensionit të 13, por në varësi të mundësisë së saj financiare politike, sepse vendimarrja është politike dhe jo një vendimarrje financiare, atëherë ajo vendos të trajtoj politikën e bonuse. Dhe unë në këtë rast gjykoj, përsa kohë neve nuk do kemi, pra në gjithë analizën e sistemit pensionit që unë bëj, nuk do kemi një studim nga Banka Botërore plus Instituti i Sigurimit Shoqëror dhe plus ekspertët e këtij instituti, për që të hartojnë atë dokumentin bazë se si është realiteti sot në Shqipëri për pensionet dhe cila është e ardhmja për reforma. E dyta, nëse nuk do kemi një reform, nuk mund të kemi një politik nëse do kemi pension të 13 apo jo, pasi nuk mund të jenë të ndara. Dokumenti është një dokument i hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Politikave Mbrojtëse, Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, por nuk është një dokument i hartuar në bashkëpunim me Institutin e Sigurimit, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, dhe po ta shohim nuk kemi një bilanc në fund që thuhet ky propozim na kushtoi kaq. Në letra është shkruar që ky propozim nuk mund na japi një vlerë finale sot, pasi nuk dim se sa do jetë numri. Qartë, zoti Hoxha mund të jap një përgjigje. Ndaj në këtë rast e bëj këtë. Po zonja Nune, shumë e qartë kjo që kapët. A ka studime të mirëfillta në këtë pikë apo thjesht është FMN dhe Banka Botërore gjejnë disa modele dhe i sjellin? Në lidhje me zgjidhjen e problemeve që shqetësojnë shoqërinë shqiptare sot, mund të ketë shumë rrugë për të rritur atje ku duan shqiptarët, megjithatë ka një problem. Problemi i parë është që ne akoma, unë nuk jam opinionist dhe nuk dua të bëjmë asnjëherë për të krijuar opinionin. Unë jam në rolin e ekspertit të sigurimeve shoqërore dhe pa shifra unë nuk mund të flas vetë si individ. Nëse e marrin të tjerë dhe flasin sipas fjalëve që thot njëri dhe tjetri, bëjnë gabim për mendimin tim. Dhe në djenin time, sot që po flasim neve, ne nuk njohim gabimet e skaluarës. Pra s'ka asnjë raport nga sigurimet shoqërore për vitin 2024 dhe nga Istati për vitin 2024. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri gjatë kësaj kohe? Një vit i kalendarik. Çfarë fenomene janë reflektuar atje dhe si ka përzejnë ato që janë negative? Nuk u ka. Pse mbahet e fshet? Kjo është problemi i madh për një ekspert për të treguar. Ka dhe mbahet e fshet apo nuk ka? Mbahet e fshet, sepse është bërë analiza, është bërë analiza vjetore në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në mars. Pse nuk e shpallin? Pikërisht për të ndaluar ekspertët për të thënë mendimin e tyre. Unë nuk jam të merremi me amendja që dalim kështu ose dalim ashtu. Po i marrim analizë si këto që po thuhen. S'janë të vërteta këto, po i takojnë viteve 2030, se nuk është deklaruar se kur mund të realizohet. Paga 13 çfarë mund të tregoj? Që secili do të marrë nga një pension bazë, e bëj pyetjen unë. Dhe përfundimi do tjetë që ata që marrin pension më të ulët, do marrin një pagë të 13 shumë të ulët, atë që marrin, faktikisht. Dhe ai që merr një pension 2.600.000 ka sot, në dinin time ka që marrin edhe 2.900.000 sot. Për të mos i thënë me embra, se nuk shkon atje. Po ka një lloj kategorie që e merr. Që e merr. Çfarë, ai do marrë 2.900.000? Po çfarë logjike është që ti shpërndash parat
e të mos shkosh ati ku ka më tepër nevojë qytetarit. Pra, ti duhet kesh shpallur një emergjencë, po themi, për ata që sot janë ose nuk do t'jenë me dhe gëzon një pension 80, 90, 100.000 lek, dhe një strategji afatgjatë se ku do t'arish, pa i daluar këta dhe pa i vërtetuar çfarë fenomene negative kanë dalë gjatë vitit 2024 në Fondin e sigurimeve shoqërore, ti nuk mund të bësh politika, as afatgjatë, as afatmesëm. Dihet një gjë që sot skema e sigurimeve shoqërore për vitin 2024, e them me deklarimin këtu, është minus 560 milion euro si rezultat i zbatimit të një bonusi në vitin e ri dhe në pranverë, i cili mund të shpërndajë më mirë. Ato para kanë dalë nga buxhetis. Për mendimin tim, do të shpërndajshin në mënyrë të tillë që të përfitonin më shumë, se si ke në bazë të kontributeve këto apo jo. I ke nga fondi i qeverisë ose nga ashtu quajtur fondi kombëtar, nga të ardhurat kombëtare. Kështu që shtresat që kanë patur më pak të ardhura mund t'i mbështeste më mirë dhe të arrinte të njëjtin rezultat. Pra me pak, me këto para të bënte politika më të mira. Kështu është edhe pensioni 13. Mund të shpallet sot dhe idhet si ide, si një ëndër e mirë për një qytetar që shikon atje, thot si kur t'i isha unë. Por kjo nuk është e mirë për mendimin tim, nuk është transparente dhe për ekspertët, për veten time, unë nuk shprehim asnjëherë mbi bazën e llafeve që thot kryeministri, ministri, ose edhe Ministria e Shëndetësisë për të dhënë këto barnat falas, për të hequr taksat, po ti e ke atë, merr një vendim i që taksat. Po, diskutime të një pasnjëshme për çështjen e pensioneve, takime me Bankën Botërore, takime me FMN, strategjia afatmesme, strategjia afatgjatë, dorisim pensionet për 5 vjet, çështje tjetër është pensioni social, minimum jetik. Pra, këto diskutime i kemi në 2-3 vitet e fundit. Këto janë. Çfarë ka ndodhur? Janë diskutime zgjedhore, le të themi, apo është me të vërtet një plagë e rëndë sociale çështja? Është vërtet plagë e rëndë sociale. Edhe bashkimi i kontributeve me Italinë, thjesht është një lidhje që zgjidh një pjesë të problemeve, një pjesë, nuk është e mirë, është e mirë. Ju vjen në ndihmë pjesë qytetarëve që kanë standarde të standardizuara dokumentat. Për pjesën tjetër që nuk i kanë të standardizuar do t'jetë problem. Do vinë si i qifuti në përshkretëtir dhe nuk do të gjenë ato letrat e tyre ku kam punuar, askush nuk do t'ja përgjigje. Sot, në skemën e sigurimeve shoqërore... Ju keni raste konkrete të këtyre? Sa duash. Ka raste? Edhe sot kisha... Po pra, pikërisht, më tregoni një rast konkret. Po them, një qytetar nga Dibra, që jeton në Itali, ka 25 vjet në Itali, kishte edhe 16 vjet në Shqipëri. Ja kam aplikuar unë që në mars. Për të marrë atë pensionin mbi bazën e vitës punë të cilën ai e kishte 16 dhe plotësonte kushtin minimal për atë 15 vjeçin. I kishte dalë pensioni. Ka ardhur Kastile nga Italia dhe thot çfarë do bëhet me mua tash se unë nuk dua që ta marr këtë pensionin këtu, këtë që më takonte dhe që kam aplikuar, dhe këtë vjetërsi ta kaloj, ta bashkoj me vjetërsinë e punës në Itali se do të marr më shumë. Thjesht këtu do marrë 100.000 lekë, sa që binte me punën në kooperative dhe diçka që kishte, ndërsa në Itali, me qënë se jam edhe shtetas italian, kishë marrë 2 shtetësi në zotëria. Krasoj me tim vëlla, që është një vit më i vogël se mua, për të njëjtën periudhë që do të marrim pension të dy këtu, unë marrë 250 euro me këtë vjetësi këtu, ndërsa vëllai do marrë 100 euro. Shu çfarë anomalira krijohen. I bëra pyetje aty. Si do të zgjidhet problemi, duke ja hedhur frontalisht të gjithë ekspertëve që pretendojnë për këtë marrëveshje. Si do të zgjidhet problemi i pensionit të minatorëve? Një qytetar minator në Shqipëri, për shkak se e mbyllur puna këtu, ka vajtur, ka vazhduar punën në Itali. Merr atë
pensionin mbi bazën e kushteve 20 vjetë që ka Italia, tash i pyetje bëhet, le ti më jap përgjigje mo kush do nga këta, edhe këto patronatit që ka në zyrat këtu në Shqipëri, se si do ta marr pensionin suplementar kurse është parashikuar atje në Itali. Pra do t'i mbetet pjesë barë, do t'i mbetet prapë Shqipërisë tyre, se nuk mundet të jap shteti italian pensione suplementar të parashikuar nga legislacioni shqiptar, kurse është parashikuar nga legislacionin italian. Po nuk është zgjidhur kjo, sepse diskutimet janë bërë me vite të tëra. Janë bërë, po... Nuk është zgjidhur. Nuk është zgjidhur, kjo atëre i mbetet, kush do të ketë, kushte... Po çfarë kanë biseduar ekspertët kur janë ulur në tavolinë? Ka shumë gjëra që duhet flitet. Po marrim për ushtarak, të njëjtin gjë për ushtarak. Si do ta bëj? Një ushtarak i cili shkon... Është në pension të parakohshëm. Punon atje dhe në total ka 22 vjetë e 10 muaj. Si do bëhet me pensionin suplementar të këtij? Do ta përfitojë apo? Si ai jep italiani? Do ta marr këtu. Pra pavarësisht nga ato që pretendohet, zgjidh shumë probleme, të jemi të sinqert. Po unë po them në parim, duhet t'i japin rrugë të gjitha ato rasteve. Zonja Nunaj, në këtë aspekt, kur kemi biseduar së bashku për çështjen e marrëveshjes që u bë me Itali, ishit shumë entuziaste. Si ishin këto probleme që nxjerr zoti Hoxha, siç duket grupet e ekspertëve nuk kanë biseduar dhe për çështje thelbësore, pavarësisht faktit që pati trumbetim të madh për zgjidhjen e çështjes me Italinë. Unë në këtë rast të shpreh një mendim ndryshe dhe mbështes fort marrëveshjen, sepse realisht marrëveshja ka zgjidhur atë çka ishte problemi themeltar që kishin emigrantët. Marrëveshja nuk merr përsipër që shtetet japin pensionet e njëri tjetrit, që nuk kupton Italia nuk do japë pensionet për Shqipërinë dhe Shqipëria nuk do japë pensionet për Italinë. Nëse një qytetar shqiptar jeton në Shqipëri, por ka për shembull 10 vite kontribute në Itali, unë këtë e shpreh dhe nga përvoja, pra nga shumë komunikime të ndryshme me këtë qytetar, të cilët marrin pension në Shqipëri, nuk do thotë në këtë rast që bashkimi i periudhave kontributive do detyroj shtetet që t'japin pensionin për totalin e viteve kontributive, që do thotë, nëse një qytetar shqiptar ka 15 vite, ose 10 vite, ose 20 vite kontribute në Shqipëri, merr edhe pension suplementar, ky pension i jepet në Shqipëri. Italia jep pensionin vetëm për vitet kontributive që qytetari ka në Itali. Dhe marrëveshja shërben për të gjithë ata qytetarë të cilët nuk plotësojnë numrin e viteve minimumi të kontributeve në Itali ose në Shqipëri. Qytetarët në këtë rast të cilët i plotësojnë vitet kontributive 20 në Itali, 15 në Shqipëri nuk ka nevojë fare për marrëveshjen, sepse ata i plotësojnë kriterin bazë. Dhe elementi i dytë, marrëveshja e përcakton në mënyrë shumë të qartë. Marr shembullin e pensionit në këtë rast i quhet pension social, ose në këtë rast në Itali ka një tjetër emër, por pensioni social i bën një emërtim në të dyja vendet. Marrëveshja nuk merr përsipër të ofrojë, pra secili nga shtetet, pensionet ose ndihmat që i ofron shteti vetë ndaj qytetarëve të tij. Pra, Italia nuk jep për qytetarët shqiptar në Shqipëri, edhe pse ai mund të ketë në shtetësi italiane, por jeton në Shqipëri të japi një pension social. Pensioni social do ta japi vetëm për rezidentët në Itali. E njëjta logjike edhe në Shqipëri. Ne në Shqipëri e japim pensionin social nëse minimalisht ke 5 vite që jeton në Shqipëri. Dhe në këtë rast marrëveshja nuk mund të japi asnjë nga shtetet, asnjë nga marrëveshjet që bëhet mes shteteve, qoftë edhe brenda Bashkimit Evropian, nuk bëhet që të ofrojnë pensionet e njëri tjetrit. Por bëhet që këta qytetarë të cilët lëvizin nga njëri shtet në tjetrin dhe kanë vite kontributive të ndryshme, të kenë një unifikim të periudhës së sigurimit dhe mos jenë ata të penalizuarit nëse ata nuk do plotësojnë minimumet e viteve kontributive në Itali, në Gjermani, në Shqipëri ose në vende tjera. Do ndalemi te kjo pikë në një emision tjetër. Por për të ndalur pak tek ajo që bisedova dhe më herët me zotin Hoxha, sheh mundësinë e rritjes së moshës së daljes në pension? Unë do sjell një krahasueshmëri, duke qenë se kam pas dhe një nga analizat e mia së fundit për pjesën e pensioneve në studimet e mia. Shqipëria aktualisht ka në plan të realizojë moshën 67 vjeç për daljen në pension të qytetarëve të saj, burr ose grua, në vitin 2056. Ndërkohë që aktualisht ne jemi në 2025 dhe Italia ka sot 67 vjeç. Pra ne kemi një diferencë prej mbi 30 vitesh derisa neve të realizojmë moshën 67 vjeç.
Në të dhënat që unë kam nga Komisioni Europian, kur kanë bërë analizën e pensionimit në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, realisht kanë një moshë nga 65 vjeç edhe sipër, janë mbi 6 vende që kanë moshën 67 vjeç. Ne jemi ndër të paktat vende, dhe jo vetëm Shqipëria, po përgjithsisht vendet që kanë ardhur nga Evropa lindore, që kanë pasur një sistem të modelit sovjetik, të centralizuar të sistemit pension, të gjitha ato kanë një moshë të daljes në moshë të re për dalje në pension. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se kemi rritjen e gjatësisë, duke qenë se kemi rritjen e atyre që njihen vitet e gëzimit të pensioneve, automatikisht në krahas po shihet në të gjithë Evropën, dhe parashikimet janë që deri në 2050-2032 në disa vende të kalojë dhe mbi 70 vjeç mosha e daljes në pension. Por ajo çka po trajtohet sot, fakti në të gjitha raportet që unë kam lexuar, që vijnë nga Komisioni Evropian ose nga institucione si OECD-ja, që e trajton çështjen e pensionimit, thelbi nuk ka të bëjë me thjesht moshën e daljes pension, po thelbi ka të bëjë se si individët që janë mbi 60 vjeç ose mbi 65 të mund të vazhdojnë të jenë pjesë e tregut punës, pasi një 70 vjeçar ose një 67 vjeçar ose një 65 vjeçar është vështirë të qëndrojë dhe të rezistojë tregut punës. Ky është problemi madhor në këtë rast që po trajtohet. E kuptoj. E shetë të mundshme që do të rritet mosha e pensionit, pra do të shkojmë drejt 2050? Ne duhet ta shohim realisht që Europa e Bashkuar nuk mund të jetë, si thua, suport për të mbështetur qytetarët shqiptarë, kur qytetarët e vet i trajton me 67 vjet, bile Danimarka si vjet ka hedhur idenë për të dalë në pension në moshën 71 vjet. Pra është e papranueshme, kjo edhe për faktin që në kapitullin përkatës, kapitullet 2 i 3 kush është, në kushtet që i ka vënë qeverisë shqiptare e Europa për t'i standardizuar këto konkurshmërinë dhe problemet e tjera të anës ekonomike dhe sociale, i ka vënë detyrë qeverisë shqiptare. Pse i ka vënë detyrë? Që të përshpejtoj atë standard, atë objektiv që kemi patur ne për të realizuar moshën 67 vjet në vitin 2056. E kërkon shumë herë dhe kjo do të bëhet. Pse do të bëhet? Jo vetëm se... Falë një sekond. Kur nuk është standardizuar vetë brenda BE-s mosha e daljes në pension, pse ne duhet ta standardizojmë të lloj për ta çuar sa më shumë që t'jetë mundur? Franca e kishte 62 vjet, e bëri 64, pati revolta që nuk ishte e pranueshme. Dikush e ka 65, dikush e ka 67. E kanë më shumë. Por Franca është Francë dhe megjithatë qytetarët nuk ishin dakord me zgjatjen e periudhës së moshës, duke marrë një pension shumë të mirë atje. Ashtë justifikim, apo është çështje që kemi probleme strukturore tek ne? Ne kemi shumë probleme nga kaluara dhe pjesa më e madhe e specialistëve, ekonomistëve, opinionistëve janë servil të partisë në pushtet, pra e krejnë dhe nuk shikojnë anën negative si do të rregullojnë. Ky është problemi i madh për mua. Pra fshihen pas kësaj që do bëja. Thotë do bëjnë. Por është e rëndësishme, duke bërë këto atë, pretendojmë që të vejmë në Europën. Këto i kërkojnë ata, këto standarde, edhe të nivelit ekonomik. Atëre, nëse ne standardizojmë, si që yri Bulgaria duke standardizuar ca tregus ekonomik, i rriti fondin nga fondi i sigurimeve të Europës, 20 deri në 30%. Diçka thotë, nëse një pensionist sot merë mesatarish, po themi 20.000 lekë të ri, nëse do ta kishim vënë këtë standardne, vetëm me mbështetjen e Europës do të kishim një shtesë 20-60 euro për çdo pensionist. Është gjë e mirë apo, sepse gradualisht ata pretendojnë që këto asnjë nuk do të jenë të barabarta, këtë ta flenë mendin të gjithë, sepse edhe brenda Europës ka standarde të ndryshme. Vendi më i përparuar në sistemin e sigurimeve shoqërore është Danimarka. Danimarka mban vend të parë, pastaj vinë këto vende nordike dhe vazhdojnë me periudhat me shtetet tjera që janë të fuqishme, po sistemin e sigurimeve shoqërore kanë një çik më të dobët, domethënë në anën ekonomike individët kanë pensione më të ulta. Në këtë aspekt neve duhet jemi të përgatitur, pretendojmë, po shiko, unë pyeten kështu. Mirë, neve
do të vjem deri në vitin 2030 dhe të kërkojmë këto standarde, që themi do të kemi pensionin 200.000 lek, do të kemi rrogën e 13 ose pensionin e 13, po këta Europian do na presin neve kur t'i ben këto e pastaj të fillojnë televizin apo janë në lëvizje dhe ata. Atëre i ngjan një njeriu që ikte më këmbë një me biciklet. Ai që ishte me biciklet ikte më shpejt. Pastaj, ky që ikte më këmbë blevi biciklet. Ai që kishte biciklet iku me makinë. Diferenca thellohet. Këtë duhet ta kenë parasysh të gjithë. Por ajo që është pozitive në rrafshin edhe në marrëdhëniet e shteteve të Europës është fakti që ne kemi hapësirë më shumë dhe një qytetar i lirë në një vend të Europës ka mundësi më tepër për të punuar, ku do që tjetë, do të ketë vetën e vetë të mbrojtur, sepse e mbrojnë sigurimet shoqërore, jo si kurse kanë shkuar më përpara në shtetet e ndryshme të botës, në Greqi, në Itali, shumica vitet e para kanë punuar në të zezë, duhet ta dim edhe këtë. E kuptoj, po do vim te kjo pikë. Ndalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi sërish të nderuar televizionist në pjesën e dytë. Rikthehemi të nderuar televizionist në këtë pjesë të dytë, po flasim sa i përket pensioneve, një temë teje e rëndësishme për rreth 700.000 pensionistë që ka Shqipëria aktualisht. Zonja Nune, si është sot raporti kontribues pensionist në vendin tonë? Aktualisht, duke filluar nga 2019 apo edhe më përpara, ka pasur një rënje dhe në të dhënat e fundit të 2023 kemi për 100 pensionistë 117 kontribues. Ndërkohë që nëse i referohemi gjithmonë historikut, ka qenë për një pensionist kanë qenë 4.5 kontribues në fillim të viteve 90 dhe shumë vite më përpara në këtë rast, pra vite 70-80 ka qenë edhe për një pensionist 7.5 ose 7.6 kontribues. Dhe kjo tregon në këtë rast atë vështirësinë që po kalon skema e pensioneve, pasi një rënje e numrit të kontribuesve dhe nga ana tjetër një rritje e numrit të pensionistëve krijon problematikën e pamjaftueshmërisë të burimeve financiare që të përballohet shpenzimet për pensionet, pasi aktualisht skema në Shqipëri, po siç funksionojnë dhe shumë skema të tjera në botë, funksionon përmes modelit pay as you go, që do të thotë të gjithë kontribuesit ose të gjithë vlera e mbledhur sot nga kontribuesit, të gjithë ata që paguajnë kontribute për sigurime shoqërore përdoret për pagesën e pensioneve. Dhe kjo është një skem, një ndryshe dhe një skem solidare, pra brezi mbështet brezin. Dhe rënja e këtij numri në këtë rast përbën një nga problemet themeltare që çon edhe në një rënje të numrit, edhe një rënje të vlerës së kontributeve direkte ose ndryshe të asesisë paras që mblidhet nga kontributet për të bërë pagesën e pensioneve. E kuptoj. Zoti Hoxha, çfarë është indeksimi i diferencuar në këtë strategji që është shpallur? Indeksimi i diferencuar është aplikuar fillimisht në vitet të themi 94, 95 deri në 98, kështu ka vazhduar edhe për disa kategori më vonë, pastaj mbi bazën e logjikës që ai që ka paguar kontribute më shumë, indeksimi do t'i bëhet me të njëjtën përqindje si atij që ka kontribuar më pak, edhe atij që ka kontribuar më shumë me të njëjtën përqindje. Kjo bën të diferencuar sot që pensionet që janë më të larta në vlerë absolute të përfitojnë më shumë se sa një pension i ullët. Pra, diferenca ndërmjet pensionit më të ullët me pensionin më të lartë fillon thellohet në këtë mes. Kështu që mund t'jetë pare arsyeshme nga ligjvendësit dhe nga ata që bëjnë menaxhimin e skemës sigurimeve shoqërore që do të ishte në interes edhe të qytetarëve që të kishte një diferencë ndërmjet grupeve të caktuara të pensionistëve mbi bazën e masës së përfitimit. Do të ishte në të mirë që këto që kishin pensione më të ulta, pra kjo është edhe logjika që është përdorur në këtë mes, që pensionet më të ulta të rriten me një shpejtësi më të lartë se sa pensionet më të lartë. Janë shumë të dallueshme pensionet qytet fshat sot? Janë të dallueshme, unë sipas statistikave duhet të themi, gjithmonë. Dhe ngre gjithmonë sa herë të më jepet mundësia do ta përdor derisa Astritadoja
drejtuesi i Institutit Sigurimeve Shoqërore dhe i Stati të publikojnë raportin e fundit vitit, sepse ne nuk mund të bëjmë krahasime me vitin 38, me kohën e zogut. Po themi, për shembull, që po bëjmë krahasime me vitin 2023. Pse? Ne i kemi të dhënat e vitit 2024. Pra, duke i krahasuar me ato, unë mund të them, për 2023 po, në vitin 2023, të ndara me grupe janë 120.000 që marrin pension në $100. Kjo është shqetësuese. Dhe në total janë 537.000 pensionistë që marrin nën €200. Këtu futen edhe këta parët që thashun. Pjesa mbi 537, ja mua më pëlqevi, vetëm ajo që ju e thatë, janë rreth 700.000. Po pse thatë 701.000, 720, 690, po thatë rreth 700.000, sepse rreth, po them edhe unë, se se ditë, fundin e vitit 2024, se sa pensionistë janë. Di vetëm kaq, që u shpërndanë bonuse për 791.000, duke futur këtu edhe ata të ndihmës ekonomike e gjëra të tjera këtu. Po pensionistë, realisht, që trajtojnë nga skema e sigurimeve shoqërore, sot janë rreth, po e them prapun, rreth 720.000. Dhe kjo e bën skemën e sigurimeve shoqërore vërtet të dallueshme. Nuk mund të jepen opinione, kushdo mund ta jap, po unë nuk mund të them që mesatarisht ne marrim nga €400, ose do bëhet pas 2 vite do bëhet €450. Fjala bëhet dhe ideja idhet. Çto të bëhet me këta që secin do të vetë, qeveria do t'i ndihmojë nga ajo është quajtur e ardhur kombëtare, nga ato 25 miliard euro që sigurovi vitin 2024, se kështu deklarua atje. Çfarë do t'jap? Sepse shko si ndryshojnë me shpejtësi këto idet. U dha ideja që do ketë 2 bonuse, apo jo? Sa që parashikuar në ligj? Mund t'jeqe, barovi këto votimet edhe gëzuar, s'ka më mundësi të jep. Ashtu si kurse u oth ideja për pensionin e 13. Kur parashikohet në ligj, në këtë rast bjen dakord edhe me zonjën, që të parashikohet në ligj edhe kjo, të futet, t'jetë detyrim ligjor. Nuk ka rëndësi, është me fondet e sigurimeve shoqërore, e cila është e kufizuar dhe për ardhë të së vërtetës, janë pa mjaftueshme për të përballuar pensionet kështu siç është kjo. Për shkaqe nga më të ndryshme dhe për shkaqet e trashëgimisë, se s'kemi patur fond të trashëguar në fondin e sigurimeve shoqërore. Por, aman këtë pjesë tjetër që qeveria është, si thua, kujdes i të gjithë shtresave të shoqërisë. Bile, në detyrat e saj ka që të përkujdeset për këta që nuk mund të ecin dot vetë, që kanë të ardhurat të pakta, pensionistët, invalidët. Për një pyetje të fundit së bashku, në 2.3 apo 2.4 milion banor, 1/3 është pensionist, kemi emigracion nivelit lartë dhe lindshmëri e cila po shkon drejt uljes. Çfarë do të thotë kjo për ekonominë tonë, le të bëjmë një parashikim për dekadën e ardhshme? Pra, statistikisht jemi mirë, po i rregullojmë gjërat, po shkojmë drejt Bashkimit Evropian, por çfarë ndodh realisht në vend këtu, ne shqiptarët që jetojmë përditë, si e sheh? Unë gjykoj që janë nga treguesit më negativ, për sa i përket gjithmonë flasim për skemën e pensioneve, pra nëse neve kemi një lindshmëri të ulët, në kuptohet që forca e punës do jetë më e ulët. Nëse neve kemi një emigracion të lartë, pra forca e punës e ardhshme flasim. Nëse neve kemi një emigracion të lartë, do thotë në këtë rast që kemi një forcë pune që po të kurret në Shqipëri dhe po largohen kryesisht individët profesionistë të mirë punësuar, të mirë paguar, që do thotë janë individët që derdhin më tepër kontribute për sigurime shoqërore dhe kanë mbetur individët që derdhin më pak kontribute si pasojë pagave minimale ose pagave të ulta. E treta në këtë rast do thotë për skemën e pensionit që kemi një tregues tjetër që është negativ, që është rritja e numrit të pensionistëve gjithmonë në raport me numrin e kontributëve. Pra nuk duhet të themi që po na rriten pensionistët si diçka negative, por gjithmonë në raport me numrin e kontributëve. Dhe këto të tre janë të tre tregues shumë negativ, të cilët nuk i japin mundësi skemës të jetë qëndrueshme, të forcohet dhe të ketë në këtë rast një ardhmëri edhe më të mirë.
Ndaj në këtë rast, vendet të ndryshme, vendet e Bashkimit Evropian, por edhe vendet të rajonit, siç është rasti i Maqedonisë, duke qenë se kemi një strukturë demografike shumë të ndryshueshme, edhe në këto vendeve që tham, atëherë ato kanë filluar të gjejnë mënyra për ta zgjidhur pa për të përballuar. Ndaj në këtë rast është parë që skema publike është e pamjaftueshme që të ndihmojë dhe njëkohësisht të mbështetë dhe të ofrojë pensione të qëndrueshme për të bërë qytetarë një dinjitoze, dhe ato kanë futur në skemën e tyre ose në sistemin e tyre atë që njihet në literaturë si kolona e dytë, që janë pensionet private të detyrueshme. Dhe unë gjykoj në këtë rast se me këto tregues negativ duhet të nxitojmë që të mendojmë. E kuptoj pensionin privat të detyrueshëm, por më fal një sekond, për të ndalur pak te kjo që tha zoti Hoxha. Çfarë do të bësh me këta që marrin $100 sot? Pra, këto mesatarisht mund t'i kesh për 5 apo 7 vitet e ardhshme. Kaq. Ato jetofshin sa më gjatë që është e mundur. Kaq, 14 vitesh mosha ekzimit. Pra, mosha mesatare. Çfarë do të bësh për këtë? E kuptoj në afat gjatë, me plane, me strategji që do e zgjidhim, do e rregullojmë me shtyllën e parë apo dytë. Me këto çfarë do të bëhet? Jeton sot në një fshat të Shqipërisë? Unë në këtë rast analizën e ndaj në dy pjesë. Si do ndihmojmë ata individ që janë pensionistë sot dhe si do ndihmojmë ata individ që janë të punësuar sot dhe nesër pensionistë. Për të individet që janë pensionistë sot, mundësia e vetme që ata të ndihmosh është të rritet pensioni. Jo përmes bonuse, por përmes rritjeve reale. Dhe të menduarit për pensionistët e ardhshëm, në këtë rast ata që janë punësuar sot, janë pikërisht skemat ose plotësimi i strukturës së pensioneve mes 3. Pensionet aktuale mund bëhen vetëm përmes rritjes nga buxheti i shtetit, sepse skema në vetvete nuk e ofron këtë rritje. E kuptoj. Mendon dikush për këta të cilët sot e kanë pensionin kaq të ulët që nuk e del? Unë do them disa fakte, ose më mirë them po kujtoj disa thënie të kryeministit, po dhe të specialistëve të tjerë në lidhje me prognozën për ndryshimin e skemës sigurimeve shoqërore. Unë po e filloj nga e kundërta. Po filloj duke thënë, ne po bëjmë përpjekje për të futur në Europë, apo ja? Po. Dhe edhe sikur të mos jetë viti 2030, po një ditë do vi këtë ditë që do të zveme. 31-shin, 32-shin, kur do që të vi? Atëre, cili shqiptar, po e bëj pyetjen unë, do të pranon të merrte €200 që do t'i jap kryeministi sot në vitin 2030, do të bëj 200, kur pensionin mund të marrë në Itali pa punuar fare, vetëm tjetë rezidencë, dhe është i lira ju të lëviz, dhe të marrë një pension €450 në formën e ndihme ekonomike, ose të venë në Danimarkë, që ka €2.800 pensionin mesatar. Ka që ka Danimarka? E ka në zhvillima, më ne? Po të dhenat e fundit ka qenë. Atëre, kur unë ka mundësi të zgjedh një pension më të lartë dhe duke qenë shtetas europian, pse duhet të ri këtu në Shqipëri? Aq më tepër që ne s'kemi në sigurimeve shoqërore e kemi kontribut të brezave. Do më thënë, askush në llogarinë e tij personale, me qenë se pretendojmë si pas kontributeve, të klikosh atje dhe të gjesh kontributet tënde që nga fillimi i moshës për punë dhe deri sot, nuk i ketë sigurta këtu. Akoma nuk është edhur një databazë që t'i ketë të dhena. Këj një pasiguri në të dhena tënde. Edhe aktë Marveshja, këtu konsiston atë. Këto të dhena që keti në Shqipëri, i përgjigjet shteti shqiptar, qytetarëve të vetë, për t'ja u dhanë kur të dojë shtetasve të vetë në Itali, këtë informacion se ebdët, sepse i ka të pa edhur në databazë, që nga 94 dhe në 2011. Dhe këshu shikojt, unë e shikojt të zymt këte. Për këtë shkak, duke u apër kjo, edhe ata pak që kontribojnë këtu, thot, unë po kontriboj që po të kontriboj këtu, vete në një vend tjetër për të kontribuar, ose marim rastin të vi një Gjerman të punoj këtu, me sa do punoj këtu, me €1.000, me €2.000. A i merë €5.000, a i merë në Gjermani. Kështu që ti si ke krijuar standarde, se dhe ata kanë drejtë të vinë këtu, apo? Do bisedojmë sërish, ishte një kënaqësi që të kisha në studio, zoti Hoxha. Faleminderit. Kënaqësi që ju kisha në këtë lidhje, zonja Nune, ju përshëndes. Faleminderit dhe juve. Faleminderit zonja dhe zotërim, bashkë mirupafshim.